Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Pedagogu dhe studiuesi i muzikës Raif Hyseni ka marrë certifikatën zyrtare të regjistrimit nga Zyra të Drejtave të Autorit të Shteteve të Bashkuara për shpikjen e tij origjinale në teorinë e muzikës. Inovacionet e tij përfshin një qasje të re në kuptimin dhe zbatimin praktik të koncepteve themelore të teorisë muzikore, veçanërisht rrethin e kuintës, të cilin ai e ka rikonceptuar dhe emërtuar Raif's Palm. Metoda e Hysenit përfshin një sistem që redukton ngarkesën njohëse me 80%, duke kërkuar vetëm 20% përpjekje mendore për të kuptuar dhe aplikuar konceptet teorike. Sistemi i ri fokusohet gjithashtu në mënyra të ndryshme të nxënit të mësimit përmes dëgjimit, pamjes dhe ndjesive fizike, duke bërë teorinë muzikore më të arritshme për një gamë të gjerë studentësh. Qasje inovative që thjeshton të nxënit e muzikës duke përfshirë stilin dëgjimor, pamor dhe kinestetik janë metodat e Hysenit, i cili mban titullin Master i Edukimit. Sot përmes video lidhjes nga Shtetet e Bashkuara kemi kënaqësinë të kemi pedagogun dhe studiuesin e njohur Raif Hyseni. Përshëndetje zoti Hyseni, faleminderit që ndat kohën për intervistë në magazinën Art Kultur dhe mirë se erdhët. Përshëndetje Arbresha, përshëndetje Kosovë dhe gjithë shqiptarët kudo që janë që na ndjekën në këtë emision tuaj. Atëherë, zoti Raifi, si lindi ideja për Raif's Palm? Çfarë ju shtyu të rikonceptoni rrethin e kuintës? Unë kam qenë student i Universitetit Kosovës në vitet 85 deri në 88 dhe gjithmonë ka qenë për mua harmonia një ushqim shpirtëror. Harmonia për ata që nuk kuptojnë, domethënë kuptimin e shkencës, është e njëjtë sikur se anatomia, sikur se një mjek, çfarë do mjek që do bëhesh ajo apo ajo, e ka për detyrim, domethënë që ta studiojë anatominë e trupit. Anatomia e teorisë muzikës është vetë harmonia. Pavarësisht a do jesh këngëtar, solo këngëtar apo çfarëdo lloj instrumentisti apo pedagog apo kompozitor, në çdo universitet botëror, domethënë është e detyruar që harmonia të merret si land. Pa harmoni ti nuk mund të shpjegosh marrëdhëniet mes tingujve, raportet mes akordeve dhe melodisë e gjëra të tilla. Fatmirësisht unë kam studiuar për fizharmonik në Kosovë dhe vazhdoj të studioj akoma. Vetë natyra fizharmonikës e ka në anën e basit këndej që është e ndërtuar në intervalin e 5, do me thonë për shembull do, re, mi, fa, sol, do, sol, dhe në bazë të asaj do me thonë ndërtohet edhe vetë rrethi i kuintës. Quint do me thonë 5 në greqisht quinta, dhe në bazë të kësaj kanë bë në bazë të rrethit të kuintës, i cili pioner i parë, do me thonë i pari i cili ka filluar rrethin e kuintës ka qenë Pitagora, diku rreth vitit 570 para epokës sonë. Pastaj etapa e dytë vjen një kompozitor, një pedagog, një dietar, Nikolaj Dileçkin, që është nga Ukraina, Polonia, në vitet 1600, që ajo paktëson me atë gramatika muzikore. Do të thonë vetë fjala gramatik muzikore na jep të nënkupton që të harmonizohen tingujt që të jenë sa më të butë, sa më të ëmbël, varësisht prej kompozicionit, që të kemë dëgjim të pastër dhe të mirë gramatikor. Vazhdon me tutje etapa tjetër që është studimi dhe përfundimisht merr këtë formën që e ka sot rrethi i kuintës Johann David Heinchen, gjerman kompozitor. Domethënë kjo është diku rreth shekullit 17, 1700. Deri më sot nuk ka pas ndonjë ndryshim të madh. Edhe kjo ide ka lidhur. Po, në këtë kontekst, në çfarë mënyre ndryshon Raif's Palm nga rrethi tradicional i kuintës? Ka ndryshim shumë të madh, sepse në bazë statistikës që e kam bërë unë që e kam testuar me student të shkollës të mesme, me student të mi të universitetit, me profesor dhe arsimtar dhe mësues të muzikës, kam arrit në përfundim që edhe në bazë statistikës të departamentit të matematikës, do me thënë se është një variabël statistikor që pse kjo metoda ime është ma e mirë se sa
të gjitha këto metoda tjera, është sepse me metodën time, me metodat deri tani që kanë qenë, me rrethin e Quintes, çdo gjë ka qenë domosdoshme dhe është domosdoshme të memorizohet. Do të thonë, edhe kjo ka paraqit një problem shumë të madh për çdo studius. Bile edhe ata profesional, sepse kur flasim për shkak nëse unë pyes ndonjë student ose edhe muzikant profesional, sa dieza ka për shembull gizdur, që i them në atë fjalorin e muzikës, mendon 5, 6, ndoshta 7, e duhet kohë derisa të gjejnë, ndërsa me metodën time nuk ka nevojë të menohesh, do të thonë të gjitha janë në palm, do të thonë palm i thonë shuplakës, edhe vetëm e bën numrimin e tyre dhe të jap rezultatin e duhur. Përndryshe, metoda jame është metodë e cila ka të bëjë në 3 dimensione që është shumë më efikase se sa rrethi Quintes deri tani, sepse është dëgjimor, është pamor, edhe është shef, edhe është kinestetik, do me thonë e prek, do me thonë çdo gjë, metodat e mësimit, ka lloj metodat e mësimit, që ka dikush për shembull që malet e mëson vetëm me teori, vetëm verbale, ka dikush student që mëson vetëm me të pame, ose ka kategori tjerë studiusish ose nxënës të cilët ata e mësojnë çfarë do lloj mësimi, nuk po flas vetëm për muzikën, po qoftë shkencë, qoftë medicinë, qoftë inxhinieri, ata mësojnë për shembull me të prekme. Do të thonë është ndryshe kur e mëson me të prekme. Do të thonë kjo është edhe truni i njeriu mbas studimit që ka bërë, metoda jame i jap studiusit të muzikës ta përdor trunin vetëm 20%, do të thonë 20%, sepse nuk ka nevojë me memorizu çdo gjë tjetër. Do të thonë ai studius memorizon vetëm 20% të metodës edhe ka për tërë jetën. Do të thonë kur ti bësh ti 60 vjet, 70 vjet, s'ke nevojë me mendue, po e ke formulën të cilën e kam bërë, edhe vetëm numëron edhe i jap rezultatin e duhur. Qofshin ato me diezisa që i thonë neve, ose me bemola. Në çfarë do lloj shkallë qofshin ato naturale ose harmonike. Po, zot Raif, tani a mund ju na tregua se çfarë do të thotë Raif's Palm? Do të thotë pëllëmba e dorës së Raifit. A mund ta përshkruani këtë vizualisht se si duket Raif's Palm ose pëllëmba e dorës së Raifit? Po, me qenë se unë e kam regjistru që është kjo punimi imi, do me thonë prafërsisht, po do e bëj shpejt, do me thonë kjo duket kështu. Kjo është ajo, ndërsa rrethi Quintes është një rreth i cili duket kështu, krejt bota e din kështu. Do me thonë, kjo është zavendësu me pëllëmbën e Raifit, si ta thejmë. Po. Do të thonë, kjo ajo në aspektin vizual kështu është. E tani, çfarë ndikimi ka ky sistem në të kuptuarit e harmonisë? Si ka reaguar komuniteti akademik ndaj kësaj shpikje? Unë vjetë kam qenë i ftuar në një konferencë të shtetënore të New Jersey, që kam pas një prezentim, dhe me thanë të kësaj, mirë po prezentimet në këto konferenca janë 2 lloje, verbale dhe me poster. Dhe me thanë që vetëm e qetë fotografin, jep të dhënat, edhe pastaj njerëz që vinë atu ju tregon. Mirë po unë atë ofertë unë e refuzova, sepse puna ime, disa vjeçare, nuk meriton vetëm një poster, edhe kështu që unë kërkova këtë vit që të më japet shans të paktën 1 orë e gjys që të ligjeroj mbi këtë temë. Edhe ashtu si stash e kam testu me kategoritë ndryshme të njerëzve, do me thonë me student të shkollës të mesme, me student të universitetit që kanë bërë bachelor edhe master, po e kam testuar edhe me muzikant profesional edhe kompozitor profesional. Do me thonë, unë studentëve të mi në universitet, unë i kam thënë kur ja u pata prezentu këta, thash detyra juaj është që të gjeni çfarë do gabimi që është i mundur. Edhe thash nëse gjeni një gabim, unë do t'ju shpërblej me $100. Edhe
në kuptimin e shakas, e ke parasysh, ato shpenzum gati një 2 orë, duke prit pyetje prej studentëve, që unë ju përgjigja atyne, dhe rezultoi që shumica e këtyne të cilët e kanë pa dhe e kuptojnë, më thonë ku ke qenë ma herët, pse ke va ma herët, sepse mbi gjitha, për mu nuk ka qenë e vështirë harmonia, e kom pas landë shumë për qef, mirë po e kom pas shumë për qef falë instrumentit që i bi, po jo të gjithë këngëtarët ose instrumentalistat i bin fizarmonikës, se fizarmonika ta lehtëson ma tepër që të kuptohet rreth e kuintës. Edhe kështu që unë mendoj edhe besoj që kjo është një inovacion shumë i rëndësishëm për çdo lloj studenti që studiojnë muzikën dhe kulturën perëndimore. Qoftë ajo sistemi rus, qoftë ajo evropian ose amerikan që e kemi neve, se janë 2 lloj sisteme që ke parasysh. Është e njëjta gjë, po bot kuptimi është i ndryshëm. Kështu që shpresoj edhe besoj, ma në fund, mas një punë disa vjeçare, që e kam testu her pas herë, sepse kur del me një doktrin, me një, si ta them, me një shpike, atër unë e kam përgjegjësi morale, profesionale, shkencore, për çdo gjë që kam bërë. Nuk mundem me thonë, hajtë ta bëj këta dhe, pas na gabu këtu. Dhe me thonë, çdo gjë që është e bane, është e menduar saktësisht për punën që kam bërë unë. Po, zotërej, si e përjetua tani marrjen e certifikatit zyrtare të regjistrimit, pastaj cilat të drejta ju garanton kjo certifikat? Kjo është pyetje shumë e mirë. Në fakt, të drejtën e autorit ka të drejtë çdo kush të konkurrojë ta merr patentën e punës që ai apo ajo ka bërë. Edhe ju në Kosovë mund të bëni ato, të regjistroni në Amerikë, për shembull është copyright.gov, është website i Amerikanit të drejtave të autorit. Unë para 2 javë kam marrë këto patente, dhe mbi këtë, domethënë, nuk ka drejt askush ta përdor këtë metodë pa lejen time. Qofshin ato shtëpi botuese ose qofshin ato zyrtare. Po para se ta them edhe një gjë tjetër, unë kam dërgu email të gjitha universiteteve të Ivy League, që i thonë këto universitetet Harvard, Columbia, Princeton, Dartmouth, Yale, gjitha këtyne i kam dërgu email që për punën që kam bërë, me thonë departamentit të kompozicionit, posaçërisht, mirë, po fatkeqësisht unë nuk kam marrë asnjë përgjigje mbrapa. Sepse e diskutova me një ish mentorën time që tani është ajo në pension, edhe në bazë të asaj unë u çudita, unë prita, të paktën me thonë që është ajo. Dhe kur e diskutova me këtë mentorën time, tha mos pret përgjigje, sepse në fushën akademike kjo quhet një kërcënim thojza akademik. Është punë që unë ka kërcënoj kërkon, vetëm jam ka kontribuoj që me qenë edhe ma e lehtë, do me thonë për studiusit muzikor. Po, a planifikoni ta shfrytëzoni këtë njohje për publikimet ose botimet të reja, sidomos në sistemin softverik, ndoshta një program të veçantë, digitalizimin e Rivespalm, në aplikacione, në çfarë forme planifikoni ta shfrytëzoni më tej? Po, ajo është shkalla tjetër, që është një shkallë shumë e vështirë, sepse neve jemi të folë për një konkurrencë botnore këtu. Edhe ka plot njerëz, për shembull, që më ka bërë përshtypje, kur kam bërë këtë testim edhe unë jam përgjegjës për 17 shkolla për kurrikulumin muzikor, edhe kam testuar edhe me kolegë të mi, arsimtar, profesor që japin mësim prej foshnjorës dhe në shkollën e mesme. Dhe mund të them se gjysja e tyre që ishin një moshë pak më madhore, nuk e kishin pak për qef, sepse unë i kuptoj ata, sepse si qenie njerëzore, neve nuk e kemi qef ndryshimin, s'kemi shumë dëshirë me bërë ndryshimet maja. Jemi në atë zonën komforte, edhe mblidhemi në atë guacën, dhe çdo lloj ndryshimi nga jashtë, neve mendojmë që po na kërcënohet ajo qetësi, qoftë shpirtërore, qoftë profesionale, ose qoftë njerëzore.
Kështu që kjo shkalla e dytë është shkalla më e vështirë që mund ta them. Faleminderit për pyetjen. Kjo është njësoj sikur ai i tha djali babës, tha bab, tha e du një aeroplan. Tha, okej, ta blen baba. Mirë po tha, bab s'po muna me majt aeroplani, se aeroplani kishte shpenzime, kishte, do me thanë, që u dufte mu kujdes për ta. Do me thanë, puna është e bame, pa ta shkalla e dytë që të nifet tash në mbar botën, është shkalla më e vështirë që mund të ekzistoj, po me ndimin e Zotit dhe me ndimin e miqve, shokëve, besoj që kjo do arrin. Po edhe nëse nuk arrin ndonjë lulëzim, ndonjë shkëlqim të madh që unë nuk e pres ata, nuk e kam bërë për me thënë që wow, ç'a bën Reifi, po thjesht e kam bërë ata se ajo ideja më ka ardhur prej Zotit dhe do me thënë unë kam qef ata ç'a kam bërë unë që shërbej njerëzve për më të mirë edhe për më lehtë. Do me thënë kjo është ajo. Urojmë që të keni mundësi të depërtoni edhe në shtresat më të gjëra, por do më thënë tani jemi ka fundi dhe dua të marrni mendim tuaj se si shihni të ardhmen e edukimit muzikor në dekadën e ardhshme, por edhe nëse keni ndonjë mesazh për të rinj që duan të studiojnë muzikën. Faleminderit për pyetje, është shumë e rëndësishme, është një fjalë që thonë muzika është gjuha e një populli. Do të thënë ne flasim me gjuhën e muzikës. Fatkeqësisht janë zhanre të ndryshme që manovrojnë për trojet tona në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, që nuk janë vlerat tona ato, sepse unë nuk jam kundër askujt, kundër asnjë lloj zhanri, mirë po kur është pyetje deri te identiteti kombëtar, atëherë neve duhet të flasim me muzikën shqipe. Një edhe dyta, dje se diku e lexova në një këto revistat, gazetet amerikane, që se tash është në trend, është në formë decoding, do me thonë dekodimi në kompjuter, edhe në bazë të disa shkencëtarëve që kanë bërë një lloj studimi, tha dekodimi më i mirë është muzika e mëson fëmijën që të bëhet më mirë dekodues më i mirë. Me një fjalë tjetër, edhe një shprehje tjetër që është prej dietarëve këtu në Amerikë, thonë që muzika është vetmja landë, i vetmi subjekt që kur fëmiu merret me muzikë ose njeriu, është vetmja gjatë që truni aktivizohet 100%. Do të thonë, nuk është thënie imja, është thënie e dietarëve. Dhe muzika ka rol shumë të madh në shoqërinë tonë, çfarë do shoqërie qoftë ajo, ndash në Amerikë, ndash shqiptar, ndash në Kinë, ndash në Japoni, kudo qoftë, sepse përmes muzikës neve nuk mësojmë vetëm nota, vetëm këndim, po mësojmë, kuptohet, nota, mësojmë matematik, mësojmë fizik, mësojmë gjeografi, mësojmë sociologji dhe medicinë. Mirë po, kjo është një veçori të çdo popull rreth botës që e marrin muzikën vetëm sa me qef, e ke parasysh s'ka gjatë keqe. Zoti Raif, po, do me thënë, ne kaq kishim minutat e rezervuar, na bëjnë me dije nga regjia, unë ju falenderoj për intervistën, ishte kënaqësi të ju kemi në magazinën tonë, por para se ta mbyllim intervistin, ndjekim pjesë muzikore të punës tuaj, një këngë që ju keni komponuar qytetit tuaj nga vendi Mitrovicës, keni komponuar, orkestruar dhe është interpretuar nga bashkëshortja juaj apo gruaja juaj Merita Halili. Ndjekim pjesë nga kjo dhe me këtë ju përshëndes dhe faleminderit edhe një herë. Unë dua t'ju përshëndes ju Arbresha, ekipit tuaj, edhe ju uroj të gjithë shqiptarëve, sidomos në Kosovë, 26 vjetorin e shlirimit të Kosovës, inshallah gjithmonë jemi të lirë dhe të bashkuar me gjitha trojat shqiptare në Ballkan. Patjetër. Faleminderit. Urime. Në
edicionin e 13 të festivalit Femar, që vjen me moton Çliro mendjen, është vendosur në qendër arti dhe aktivizmi, por dhe shëndeti mendor si akti më i thellë i çlirimit, thonë organizatorët. Prandaj për 6 ditë radhazi, nga 16 deri më 21 qershor, Femar shndrohet në një hapësirë çlirimi për të krijuar, përkujdesur, dashuruar dhe shëruar me guxim të palëkundur. Femart edicioni 13 do të hapet në AMC Hall me magjinë dhe transformimin e Shkodrës elektronike. Nga Eurovisioni në Prishtinë, Shkodra elektronike e përbërë nga dyshja unike Beatrice Gjergji dhe Kol Laça do të sjellin magjinë, hijeshin dhe energjinë zjerm në festivalin Femart, duke festuar njëkohësisht edhe ditët e çlirimit të Prishtinës. Femart 13 ofron 6 ditë ngjarjesh që guxojnë të prekin plagët dhe të hapin dritare drejt shërimit, thuhet mes tjerash. Ansambli Zana do të prezantohet me një koncert në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, koncert që fillon në ora 20 më 17 qershor. Ky koncert shënon një moment të rëndësishëm në rrugtimin e ansamblit që u themelua në vitin 2017. Deri tani Zanat kanë qenë pjesë e shumë festivaleve, ngjarjeve muzikore dhe kulturore të organizuara nga palë të treta, por kjo është hera e parë që vetë ansambli merr përsipër organizimin në një koncerti të plotë. Koncerti do të sjellë gjithsej 10 këngë të vjetra shqiptare të përpunuara, prej të cilave 8 janë përpunime të reja. Gjatë këtyre viteve, formacioni i ansamblit ka kaluar në për disa ndryshime, por ideali dhe misioni ka mbetur i pandryshuar, ruajtja dhe promovimi i muzikës autentike shqiptare. Ansambli përbëhet nga anëtarët Elida Kryeziu, Albana Piperku, Arstina Kelmendi, Djelza Sulejmani e Elona Sadiku. Edicioni 17 Festival Ndërkombëtar të Monodramës Monakt, si një nga ngjarjet më të rëndësishme teatrore në rajon, që mbledh artistë dhe publik nga vende të ndryshme të botës, sonte është nata përmbyllëse. Për sot, më 13 qershor, premton aktivitete të shumta, diku nisur me vizite në liçenin e Batlavës, kulminacioni u shërnua me prezantimin e monodramës Dikush tjetër nga Gjeorgjia, ndërsa në orën 20 vjen shfaqja Engjël nga Shqipëria dhe Kosova. Festivali do të mbyllet në orën 21:30 me ceremoninë solemne të ndarjes së çmimeve dhe përmbylljes së edicionit të sivjetshëm. Monakt vazhdon të dëshmojë rëndësinë e artit skenik dhe bashkëpunimit kulturor ndërkombëtar, duke sjellë në skenë artistë të spikatur nga vende të ndryshme dhe duke ofruar për publikun përvoja unike teatrore. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe saktë, dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtk-live.com. Të nderuar shikues, këtu po e përfundoj magazinën Art Kultur. Ne ju falenderojmë që na ndoqët, mirupafshim.